Faleminderit për pyetjen. Unë uroj që sot të ketë marrëveshje. Më lejoni t'ju rikujtoj se gjatë gjithë kësaj periudhe kohore ka qenë vetëm kryeministri Kurti, sekretari i lëvizjes vetëvendosje dhe lëvizja vetëvendosje që kanë bërë propozime për emrin e presidentit. Në asnjë rast deri më tani nga gjitha takimet qoftë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, Partinë Demokratike të Kosovës, nuk ka pasur propozime apo nuk ka pasur nismë dhe iniciativë për të zgjidhur çështjen e presidentit apo për të dhënë emër konkret në cilin ne do të mund të jepnim përgjigjen. Prandaj ne gjithë shpresojmë që do të ketë një marrëveshje, përkundrejt se kjo është kompetencë drejt për drejt e kryeministrit, i cili zhvillon në cilësinë e kryetarit të lëvizjes vetëvendosje këto takime dhe vendi të evitoj atë çfarë më së paku e ka të nevojshme apo e ka fare të panevojshme shkuarje në zgjedhje të reja. Zgjedhjet e reja do të kenë përveç se kosto, vonesa dhe ngecje në funksionet vitale të shtetit tonë, përkundrejt se do të rrezikonin edhe disa prej proceseve të cilat tashmë janë në një dinamik shumë pozitive të vendit tonë. Unë uroj që të ketë një qasje pozitive, megjithatë deri më tani kemi parë përpjekje të vazhdueshme vetëm nga njëra anë për të bërë zgjidhjen për emrin e presidentit apo presidentes së vendit. A do t'i dërgoni ftesë dhe Partisë Demokratike për takim apo do të mendoni zgjidhjen e presidentit vetëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës? Po e ritheksoj që deri më tani ka pasur vetëm iniciativa apo nismë dhe ftesa nga kryeministri Kurti, ndërsa Partia Demokratike me aq çfarë kemi dëgjuar të gjithë bashkë, të më thënë si opinion publik, është se pret një ofertë me shkrim. Nëse ftesa duhet shkuar me shkrim, ndoshta edhe mund të bëhet, përkundrejt se duhet prap të ulet dhe të diskutohet mbi parimin e zgjedhjes dhe emrat konkret të cilët edhe Partia Demokratike e Kosovës mund t'i propozoj për president të vendit. Për shkak se tashmë jemi në javën finale që duhet të zgjidhet titullari i institucionit më të lartë në vend, para se të ndodhë ajo që nuk e duam që të shpërndahet kuvendi dhe vendi të shkojë në zgjedhje.